Me gishin drejtuar SPAK për padrejtësinë që ende lëngon për masakrën e 21 janarit, shefi i qeverisë Edi Rama priti në kryeministri familjarët e 4 protestuesve të vrarë në 2011 me plumbat e shtetit gjatë qeverisjes së Sali Berishës. Ndonë se zgjedh që ish kryeministri asaj kohe, të mos i përmend me emër, Rama kujtoi episodin e 21 janarit para familjarëve të viktimave, kur tha se njeriu i zgjedhur nga populli ju përgjigj protestuesve me plumba balli, ndonë se ata nuk ishin futur brenda ambienteve të Këshillit të Ministrave dhe ndërkohë numri i tyre në shesh ishte duke u zvogluar. Bashkë me familjarët e viktimave, Rama dhe zyrtarët më të lartë të Partisë Socialiste dhe qytetarë të tjerë zhvilluan homazhe në bulevardin dhe vendosën lule në 4 pllakat për 4 protestuesit e vrarë në 21 janar, për të cilin Rama tha se ende nuk prehen dot në paqe. Një autoblindu shfaq në horizont dhe një val gazi lotësielës u lëshua mbi kokat e njerëzve, pa nisur akoma protesta, duke na zbrapsur nga parkurinia. Dhe rëmuja e provokuar nga mësymje qorre e policisë mbi protestuesit që po mblidheshin e ktheu protestën në një lëmsh kaotik mes protestuesve dhe forcave të rendit, duke na detyruar pastaj që të ktheheshim në selinë e partisë. Protesta doli jashtë kontrollit, po përtej reagimit të turmës ndaj policisë dhe ca vatrave zjarrit të ndezura në atë revolte sipër në Kazan, në ndonjë makinë apo mbi faqet e piramidës, për asnjë çast protestuesit nuk tentuan të kapërcejnë gardin e godinës kryeministrisë. Kryeministri Edi Rama i bën thirrje organe kompetente për të vendosur drejtësi në vend për 4 jetët e humbura nga plumbat që u lëshuan nga godina e kryeministrisë më 21 janar 2011. Rama thot se për aq sa kohë drejtësia e re nuk ka bërë gjyqin e vërtet për këtë masakër, ajo do të jetë akoma më e vjetër.